Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja si të lehtësoni kollën dhe të pastroni mushkrit nga gëlbaza me këtë recetë të gjyshes. Mushkrit luajnë një rol thelbësor në sistemin e frymëmarrjes. Ato marrin oksigjen dhe filtrojnë jashtë organizmit toksinat. Ruajtja e shëndetit të mushkrive dhe funksioneve të tyre është thelbësore. Mushkëritë e shëndetshme garantojnë që i gjithë organizmi të ushqehet si duhet me oksigjen. Ekspertët sugjerojnë një mënyrë për të përmirësuar shëndetin e mushkrive që të konsumoni ushqimet të cilat kanë aftësi të mira pastruese në shëndetin e tyre. Ushqimet të tilla do të luajnë një rol pozitiv në përmirësimin e shëndetit të mushkrive. Sigurisht që aktiviteti fizik, mos pirja e duhanit dhe shmangja e ndotsëve janë mënyrat më të mira për të garantuar kështu shëndetin më të mirë të mushkrive. Ushqimet luajnë një rol kryesor për mirëqenien e këtij organi. Barishtet, hudhrat, agrumet, frutat e pyllit dhe xhenxhefili janë ndër ushqimet më të mira edhe për të shtuar në shportën tuaj për të përmirësuar kapacitetin e mushkrive dhe për të ndihmuar në lehtësimin e problemeve të tyre. Në këtë video do të rendisim ushqimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja për të përmirësuar punën e mushkrive. Fistikët. Fistikët janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e mushkrive. Sipas informacioneve, fistikët përmbajnë një lloj të veçantë të vitaminës C, e cila ofron mbrojtje ndaj formave të problemeve të mushkrive. Fistikët ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe gjithashtu përmirësojnë punën e tyre. Ato janë të mira edhe në përmirësimin e shëndetit të mushkrive. Speci djegës. Speci djegës është një erëzë shumë e fuqishme mirëbërëse për organizmin. Ajo ofron me dhjetra përfitime për shëndetin e njeriut. Speci djegës ndihmon në shuarjen e kollës dhe irritimeve të fytit të vazhdueshëm. Ekspertët thonë se speci djegës parandalon probleme me të ftohurën dhe me gripin. Kjo erëzë shpërbën sekrecione dhe rekomandohet për të gjithë ata që vuajnë nga bronshiti ose problemet e rrugëve të frymëmarrjes. Ushqimet e pasur me omega 3 janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në pastrimin e mushkrive dhe efikasitetin e sistemit të frymëmarrjes. Salmoni, sardelet, farat, arrorët, vezët janë shumë të pasura me acide yndyrore omega 3. Këto ushqimet përfshihen edhe për të shmangur inflamacionin në organizëm dhe për të përmirësuar gjithashtu edhe shëndetin tuaj mendor. Mushkrit, për të pastruar duhet të bëni gjithashtu dhe konsulta me mjekun tuaj, por dieta juaj mund të luajë një rol vendimtar në përmirësimin e gjendjes së tyre. Sipas Brightside, këto janë produktet më të mira që mund t'i shtoni në dietën tuaj për të ndihmuar në një frymëmarrje më të lehtë dhe pa probleme të saj. Çaji jeshil. Ekspertët të rekomandojnë pirjen e një filxhani çaji të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo ndihmon në pastrimin e organizmit dhe të mushkrive kryesisht edhe nga problemet e toksinave, dhe sigurisht që do të luajë një rol vendimtar në përmirësimin e punës së tyre. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin dhe lëngun e limonit dhe mjaltit, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt sigurisht që do t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të mushkrive. Lëngu i limonit është një aleat i mirë i shëndetit të mushkrive dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga mënyrat më të mira për të përmirësuar punën e tyre. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant gjithashtu dhe me acid folik, të cilët mund të përmirësojnë shëndetin tuaj. Lëngu i borovicës së kuqe ose dhe lëngu i ananasit sigurisht që do t'japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu e tyre mund të pihet çdo ditë mes vakte ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkrit, atëherë shmangni pije të gazuar dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, vitaminën C, gjithashtu edhe me vitaminat e grupit B. Ndaj konsumi i tyre i rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në punën e shëndetit të mushkrive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat i mirë kundër sëmundjeve të këqija dhe do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të mushkrive. Ai lehtëson sekrecionet bllokuese të mushkrive dhe jep gjithashtu rezultate fantastike në këtë aspekt. Ndaj konsumi i tij në dietën tuaj sigurisht është një aleat i çmuar në mbrojtjen e tyre. Ushqimet e pasur me antioksidant do të luajnë një rol pozitiv. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasur me antioksidant, të cilët ndihmojnë imunitetin, kapacitetin e mushkrive dhe të frymëmarrjes
të përmirësohet në mënyrën e duhur. Për të përmirësuar gjendjen tuaj shëndetësore të mushkërive, duhet të përdorni edhe këshillat e mjekut, të cilat janë parësore, por edhe këto mënyra alternative të cilat do ju ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj të mushkërive. Pa pastërtitë, zakonet e këqija dhe mjedisi rreth nesh janë përgjithashtu arsyet kryesore që bëhen shkakje problemeve të mushkërive. Rreth 65 milion njerëz vojnë nga sëmundjet kronike pulmonare, prandaj është shumë e rëndësishme të kujdeseni çdo ditë për shëndetin e tyre. Me pak përpjekje mund t'ia dilni dhe të zbatoni si duhet detoksin e mushkërive. Konsumoni lëngje të cilat e pastrojnë organizmin. Duhet të dini që ndryshimi i mushkërive nis nga 2 javë deri në 3 muaj pasi të keni ndruar regjimin tuaj. Pas muajit të parë do të filloni të ndjeheni më shumë të shëndetshëm, por për të arritur këtu, çfarë ju duhet? Në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe praktika e teorisë së kripës. Teoria e kripës është të bësh frymëmarrje të plota me grimca të vogla të kripës. Quhet haloterapi dhe është një alternativë shumë e mirë për probleme të tilla si astma, bronkiti, kolla dhe është e këshillueshme kripa e Himalajës, si një alternativë e çmuar për të shtuar kryesisht në dietën tuaj. Përdorni gjithashtu edhe vajin e rigonit. Për ta bërë edhe më funksionale, bëni një miks të vajit të rigonit me vajin e bajameve. Duhet ta vendosni nga 1 deri në 2 pika poshtë gjuhës. Përpiquni ta mbani për 3 deri në 5 minuta dhe më pas e shplani gojen me ujë. Uji duhet të jetë i freskët. Për të parë efektet duhet të përsërisni 3 herë në ditë për të paktën 1 deri në 4 javë. Bëni dush të ngrohtë jo më shumë se 3 herë në javë. Për të marrë frymë lirisht mund të praktikoni gjithashtu edhe dushet e ngrohta. 2 deri në 3 herë në javë janë të mjaftueshme për të shmangur kështu problemet me lëkurën. Shmangni disa nga produktet e caktuara. Hiqni dorë nga produktet pikante, erëzat e forta dhe ushqimet e procesuara gjatë këtij pastrimi. Pastroni gjuhën tuaj më shpesh. Nëse doni që mushkëritë tuaja të funksionojnë më mirë dhe të përmirësoni punën e tyre, atëherë duhet të siguroni edhe një higjen më të mirë orale. Është çelësi më i mirë për të përmirësuar kapacitetin e mushkërive. Mund t'i lani dhëmbët çdo ditë, por është e rëndësishme të lani edhe gjuhën për të shmangur bakteret që mblidhen tek ajo. Bëni ushtrime fizike për të pastruar mushkëritë. Mos harroni të shoqëroni me frymëmarrje të plotë çdo ushtrim fizik që bëni. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni edhe punën e kapacitetit të mushkërive. Ndjekja e këtyre ritualeve dhe konsulta me mjekun tuaj përkatës sigurisht që do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar gjendjen tuaj. Përdorni ushqimet antiinflamatore. Këshillohet që të keni një regjim të mirë ushqimor me produkte të turmerikut, zarzavateve jeshile, qershit, boronicave, ullind, arra, fasule dhe thjerza. Çaji jeshil përmban antioksidant të cilën ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve dhe të mushkërive. Stërvitja bën që muskujt të punojnë më shumë, por kjo gjë rrit edhe frymëmarrjen duke çuar në një furnizim më të madh të muskujve me oksigjen. Në këtë mënyrë përmirësohet qarkullimi i gjakut duke bërë trupin më efikas në eliminimin e tepërt të dioksidit të karbonit që trupi prodhon kur ushtroheni. Me kalimin e kohës, muskujt do të fillojnë të përdorin oksigjenin gjithashtu edhe në mënyrën e gabuar, por ato do t'japin një mbrojtje më të mirë në sistemin e frymëmarrjes. Ekspertët këshillojnë përdorimin e këtyre teknikave si një zgjidhje natyrale për të përmirësuar edhe kapacitetin e mushkërive. Është e rëndësishme të mos neglizhoni këshillat e mjekut dhe të konsultoheni me të për çdo shqetësim të mundshëm që mund të keni, pasi është mënyra më e mirë për të sjellë shëndetit tuaj një mbrojtje efikase dhe për të evituar kështu edhe kapacitetin e problemit tuaj. Duhet të pini vazhdimisht lëngje, të bëni frymëmarrje të plota dhe gjithashtu edhe të lehtësoni ambientin tuaj, sidomos nëse është i pasur me lagështi të madhe. Ky është çelësi më i mirë për të përmirësuar shëndetin e mushkërive dhe për të parandaluar problemet e tyre. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.